Përshëndetje dëgjues të Radio Plusit dhe shikues në këtë rast. Kemi nisur qysh sot një seri emisionesh këtu në 102.2 FM që do të diskutojmë për tema të ndryshme. Sot kemi për diskutim lajmet e reme apo dezinformimin me një panel që kam të ftuar këtu në studion e Radio Plusit. Zotrim Alban Zeneli, profesor në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, dega e gazetarisë. Faleminderit shumë që jep pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën. Zotri Arben Hajredina, i shef i seksionit të medjave brenda Departamentit të Demokratizimit të Misionit OSBE-s në Kosovë. Arben, faleminderit shumë për prezencën tuaj. Dhe Mira Brashi nga Demokraci Plus, në të njëjtën kohë një organizatë jo qeveritare që prej vitësh udhëheq me një platformë siç është fake news apo dezinformimi. Faleminderit Emir. Vlen theksojmë ky emision mbështetet nga misioni OSBE-s në Kosovë, pikpamjet e shprehura në këtë emision nuk i pasqyrojnë domosdoshmërisht pikpamjet e OSBE-s. Sot më shumë se kurrë në Kosovë ka mjete të informimit të ndryshme, të cilat çdo ditë shpërndajnë lajme nga më të ndryshmet në gjithë vendin dhe përtej. Por në të njëjtën kohë edhe mundësitë rreth lajmeve të rreme dhe shpërndarjes së tyre janë rritur gjithnjë më shumë. Po pse ndodh kjo dhe cilat mund të jenë mjetet parandaluese në këtë rast, do diskutojmë në këtë emision. Po e nisim me juve Alban, meqense tashmë jeni edhe profesor në Universitetin e Prishtinës dhe udhëheqni një seri të madhe të studentëve në këtë rast vit pas viti, ku ndoshta edhe temë ky që është dezinformimi dhe lajmet e rreme. Cilat janë mekanizmat e shpërndarjes së lajmeve të rreme dhe pse janë bo ndoshta tash më shumë se kur kaq prezente? Ideja e diskutimit për dezinformimin edhe përgjithsisht çrregullimin informativ si formë e komunikimit publik është bëja zakonisht e rëndësishme në kohën kur prodhuesit e dezinformatave kanë mundësinë të prodhojnë shumë lehtë përmes faqeve, qofshin ato web faqe, qofshin faqet mediave sociale. Mirë po nëse i vënojmë vëmendjen se kush janë generatorët kryesor të formave të ndryshme të çrregullimit informativ në Kosovë, ndoshta mund t'i grumbullojmë në tre generatorë kryesor. Generatori i parë është paraja, i cili kryesisht gjeneron atë formë të dezinformimit që njihet si clickbait, me anë të cilës njerëzit mashtrohen për të klikuar në një lajm, pastaj kur klikojnë aty, nuk e gjejnë atë për çfarë kanë klikuar, dhe kjo konsiderohet si forma më e shpeshtë e përdorimit të dezinformimit në rastin e Kosovës, të paktën në raportet e disa prej organizatave që janë anëtare në IFCN, në rrjetin ndërkombëtar të verifikuesve të fakteve, thonë këtë gjë. Pra, në këtë situatë, paraja është generatori kryesor, sepse përmes klikimeve synohet transformimi i atij klikimi, asaj shfaqjet reklamës që sponsorizohet nga Google AdSense ose nga Facebook ose YouTube, që shfaqet te njerëzit, ajo shfaqje pastaj kthehet në monetizim ose në para. Kjo është generatori i parë. Generatori i dytë, që për mendimin tim është më i dëmshëm se sa i pari, është politika, edhe këtu tash nuk kemi të bëjmë me po themi çrregullim informativ të paqëllimshëm, ose me qëllim për të fituar, por kemi të bëjmë me një çrregullim informativ i cili ka për qëllim me dëmtu imazhin e një subjekti, personi caktuar, subjekti që mund me qenë politik, ekonomik, çfarë do tjetër, ose një personi. Te kjo situatë, nëse shohim Kosovë, na kemi një përçarje shumë të madhe, një polarizim shumë të madh shoqëror që lidhet me politikën, edhe një pjesë e madhe e dezinformimit që shpërndahet kryesisht në media sociale, së fundmi në TikTok më shumë, lidhet me këtë lloj kategorie, me këtë lloj generatori, pra me politikën, e cila funksionon me formulën përçaj dhe sundo. Sa më shumë përçajnë, sa më shumë njerëz marrin rreth kauzës së vet politike që përkthehet në vota dhe përkraje politike. Edhe kemi një kategori tjetër, për cilën në Kosovë flitet më pak, por që unë besoj është po aq e dëmshme sa këto të parat, flasim për influencën e jashtme në Kosovë përmes narrativave dezinformuese, të cilat në studime njihen si narrativa dezinformuese jo perëndimore, edhe i referohen kryesisht dy llojeve të narrativës ruse edhe narrativës kineze për perëndimin përgjithsisht, në të cilën pastaj hyn edhe Kosova. Targeti i këtyre narrativave të rreme jo perëndimore në Kosovë fillim kanë qenë vetëm
komunitetet jo shumicë në Kosovë, me që aty kanë pa potencialin që të ndikojnë më shkojnë për shkak ndoshta traditës, lidhjes me kishën ortodokse, gjana të tjera, mirë po pastaj e kemi një situatë tjetër kur platforma të ndryshme si Pravda, Sputniku edhe Russian Today si platforma zyrtare të Rusisë shpërndajnë dezinformata edhe në gjuhën shqipe, që nuk kupton që janë ndrru targetet, do të thonë nuk është më target vetëm pozëm komuniteti serb në Kosovë, por tashmë i drejtohet edhe audiencës masive në Kosovë që është shqiptare. Ju e keni vërejtë që në këto 3 shtylla më shumë fokusohet pjesa e shpërndarjes së lajmeve të rreme. Arben, ju si pjesë e misionit të OSBE-s në Kosovë prej vitësh edhe personalisht e kam pa që keni angazhu ose keni kontraktu ose keni mbështet institucionet e vendit, organizatat jo qeveritare, po edhe organizatat e gazetarëve me temën si të luftohet dezinformimi. Ka qenë shumë e rëndësishme kjo për misionin e OSBE-s në Kosovë që të investohet në këtë drejtim dhe ku e shihni gjendjen në Kosovë në raport me përballjen rreth dezinformimit? Në kuadër të mandatit të misionit të OSBE-s, që nga viti 99, kur është vendosur misioni i OSBE-s në Kosovë, është liria e mediave në kuadër cilës bin këto çështje tjera siç janë promovimi i etikës në gazetari, domethënë po flasim për fillimet kur misioni i OSBE-s ka filluar investimin në atë peizazhin mediatik apo në krijimin e them institucioneve të medjave, pastaj edhe vetë mediat, themelimi i medjave që ka ndodhur në Kosovë që nga pas lufta, ku pjesë e konsiderueshme e resurseve tona, investimeve tona është bërë në ngritjen e kapaciteteve profesionale, do të thonë promovimin e gazetarisë profesionale. Në kuadër të këtyre projekteve edhe e kemi themeluar edhe Këshillin e Mediave të Shkruara të Kosovës, për shembull po flasim për periudha kur ende nuk kanë ekzistuar media me bazë në internet, s'ka pas ende portale me mediat e 2004-2005 trajnimet ndryshme në OSBE. Pikërisht. Do të thonë po flasim për një histori të tërë të investimit në gazetari profesionale apo në zhvillimin e mediave profesionale, gazetarisë profesionale me qëllimin që edhe mediat të zhvillohen që ta kryjnë punën e tyre profesionalisht, mirë po edhe publiku të jetë mirë i informuar për vendimet të cilat ata do t'i marrin në shembull po e marrin në fushata zgjedhore. Sepse zakonisht më shumti kemi dezinformim në kuadër të fushatave zgjedhore. Po flasim për ditët e sotme kur shpesh shohim faqe të ndryshme në internet, në media sociale, të cilat kanë për qëllim ndoshta dezinformimin e shoqërisë më parë se informimin e drejtë të saktë. Kështu që nëse i referohemi një historiku, qëllimi është që të forcohet gazetaria profesionale dhe njerëzit të jenë në gjendje që të vendosin në bazë të informacioneve që i marrin nga mediat, njerëzit të jenë në gjendje të jenë mirë të informuar, drejt të informuar për punën e institucioneve apo të zgjedhurve të tyre, në kuvend, në qeveri, kudo, për ta pasur një shoqëri mirë të informuar. Pra, tash, kur flasim për Albani foli për dezinformimin edhe për ato grupet që pajtojnë plotësisht, tash jemi në një situatë kur unë, si që shoh, është një luftë mes mediave profesionale dhe atyre të cilat mundohen që ta kenë një hapësirë në tregun medial. Ndryshojnë opinionin publik në kohë të caktuara, për qëllime të cilat Albani veç se i përmendi që mos t'i përsëris, qëllime financiare, agenda politike, çështje të ndryshme të cilat mund të krijojnë narrativa dhe mund të krijojnë ndikim tek popullata për vendimet të cilat ata do t'i marrin në fund, sepse esenca e gjithë kësaj është se çfarë vendimesh do të marrin njerëzit në fund në bazë të informatave që i marrin nga mediat. Sepse është e pamundur të themi që njerëzit
ti din të gjitha, apo njerëzit ti kenë të gjitha informatat për çfarë dëshirojnë, po presin të informohen drejt, sakt, nga ato media të cilat ata potencialisht ju besojnë. Tash, fatkeqësisht, po them fatkeqësisht, ka shumë faqe, sidomos në media sociale, të cilat nuk e kryjnë punën e tyre siç duhet, nuk e kryjnë punën e tyre konform kodeve të gazetarisë, po flas për ato që pretendojnë të jenë media, për ato që pretendojnë bëjnë gazetari, dhe që ti respektojnë ato kode në mënyrë që të jenë pjesë e tregut medial të Kosovës. Pra, siç edhe e përmendi Albani, krijohen narrativa, krijohet një diskurs i cili e shpije publikun drejt një vendimi të gabuar një vendimi të gabuar apo një vendimi i cili nuk është i bazuar në fakte. Pra shohin pastaj edhe pasojat e të bërit, në them në thojza gazetari. Ose të krijimit një opinionit përgjithshëm publik në karshi një situate, për shkak pikërisht këtyre informimeve ose dezinformimeve që ndodhin. E mirë, Demokraci Plus prej vitesh e ka themelu një 4-5 vite, nëse nuk gaboj, një platformë që i dedikohet kryesisht trimve, edhe cila ka për qëllim informimin e duhur sa i përket dezinformimit, ose cilat mund të jenë në fake news, lajmet e rrema apo dezinformatat. Sa është arrit që me këtë platformë ose me këtë mision tuaj në këtë rast të ndahet shopping nga sheqeri në sa i përket informimit të duhur? Fillimisht do njëtë lajmet e rreme, si një në popull apo dezinformatat e këtë informatat nuk janë diçka e re. Janë aty prej se ekzistojnë mediat, megjithatë pas vitit 2016 zgjedhjeve presidenciale në SBA kanë marrë hovë edhe diskutohen gjithandej nëpër glob. Në këtë kuadër edhe ne kemi themelu platformën tonë të edukimit medial, që është edukimimedial.dplus.org, edhe qëllimi ka qenë që mi targetu të rinë, me qenë se jemi një vend me një popullat të re, e me penetrim shumë të lartë në internet, dhe rrjedhimisht jemi edhe më të rrezikuar, më të cënuar karshi lajmeve të rreme. Qëllimi do të thotë ka qenë që ti informojnë të ritë se çka janë dezinformatat, çka janë keq informatat, cili është dallimi mes tyre. Dhe në këtë kuadër kemi funksionalizuar platformën me 3 seksione apo 3 kapituj, që janë lajmet e rreme në përgjithësi, lajmet e rreme në periudhë zgjedhore në veçanti, që përmendni edhe Arbeni që në periudhën zgjedhore aktivizohen më shumë këto faqe të cilat shkepin dezinformata, dhe kapitulli 3 pra është gjuha e urrejtjes dhe ngacmimet. Po ashtu në kuadër të platformës, për me bo pak ma interaktive, me qenë se targeti jonë është rinia, e kemi funksionalizuar edhe një lojë, e kemi bo një lojë në cilën kyçën të rinjt edhe i dalin 12 tituj. Qëllimi është veç të e lexu titullin, të e pas sa është senzacional, sa përdorën hiperbola në të shohim apo arrin të identifikojnë lajmet e rreme. E gjitha zhvillohet në një kontekst fiktiv, do të e kemi titulluar një shtet Veritonia, edhe aty të rinë, do me thonë, lexojnë lajmet cilat i shohin në baza ditore në media sociale, po veç prej titullit apo arrin të identifikojnë në mënyrë që mos të arrin të clickbait, mos të gjenerojnë klikime. Do të thonë aty është qëllimi. Edhe pas çdo përgjigje të saktë ose të pasaktë ata e marrin në arsyetimin se nëse është e saktë, pse është e saktë, nëse është e pasaktë, pse është e pasaktë. Edhe do të thotë kjo ka gjeneruar goxha shumë interesim tek prit. Po ju i keni edhe statistikat e brendshme, mirë se unë e kam shpletuar me faqen në këtë platformë dhe cilat janë statistikat reale në këtë rast. Shkojnë të rinjt më shumë nga dezinformata apo nga lajmi i vërtetë? Për të arritur të dhanat që i kemi, ne kemi edhe indeksin e cënueshmërisë ndaj dezinformatave, cilën e kemi bërë për 2 vite, plani është ta bëjmë edhe një herë së treti. Në këtë, do të thotë, në indeksin e cënueshmërisë i kemi 5 indikatorë cilat i ndjekim, janë mjedisim mediatik, peizazhi politik, perceptimi publik, marrëdhënie ndëretnike, dezinformimi në baza gjinore. Po ashtu bëjmë intervista me ekspert, fokus grupe edhe sondazhe, edhe nga analizat tona cilat i bëjmë nga mbledhja dënave, Kosova i merr 57 pikë. Një është mirë, 100 është keq.
Kosova është nën mesatare, do të thotë Libia është vend i cënueshëm nga me një këmbë andej, me një këmbë këtej. Me një këmbë andej, me një këmbë këtej, e çka po mundohemi të bëjmë ne me fushatat të cilat i bëjmë vazhdimisht, me projekte të cilat i promovojmë, e me targetimin e trinjve të cilën e bëjmë në vazhdimsi, e i kemi targetuar për mbi 1000 trinj të shkollave të mesme vetëm vitin e fundit, shkollave të mesme dhe universiteteve, është që të arrijmë që këtë rrymë ta kthejmë, do thotë ti vendosim dy këmbë të kënej, bëhemi vend i pacënueshëm ndaj dezinformatave. Megjithatë, ajo që kemi brejt është se trit kur i pyet se a din çka janë lajmet e rreme, a din çka janë dezinformatat dhe keqinformatat, kanë të dhëna bazike, kanë një kuptueshmëri. Si term, si formulim, po si identifikim? Megjithatë, kur futemi pak më thellë dhe i kërkojmë që të identifikojnë tituj të caktuar ose kontent të caktuar, nëse është dezinformata apo keqinformata, apo është i përmbahet standardeve të gazetarisë, aty qalojmë më pas. Do thotë tek loja të cilën e kemi bërë, shohim se diku rreth 55% është saktësia e përgjigjeve. Që prapë është në atë mesataren e fragjile. Është goxha fragjile. Prandaj ne po mundohemi, por si organizatë qeveritare nuk mund ta bëjmë një ndryshim të madh pa përkrahjen e Ministrisë së Arsimit, e cila duhet konsideroj këtë kontent, këto dhëna të cilat ne i bëjmë si organizat, ta fusin si pjesë të kurrikulës në shkolla dhe mos të mësohet çështja e lajmeve të rreme, e dezinformatave, e keqinformatave, një 2 orë vetë në kuadër të edukatës qytetare. Duhet të jetë një lëndë e ndarë, duhet të jetë një lëndë e cila mësohet përgjatë gjithë vitit, dhe në këtë kuadër, për shkak të zhvillimeve jashtëzakonisht shpejta teknologjike, e rritjes së vazhdueshme të inteligjencës artificiale, paralelisht ndoshta e njëjta lëndë mund të jetë edukim medial dhe edukim teknologjik. Do thotë për shkak se mësohet tiku në shkolla, do thotë kanë një bazë. A mësot më shumë për me i përdor teknologjinë në këtë rast? Edhe me përdor teknologjinë, po dhe është shumë do thot teknologjia po ecë më hapa aq shpejt e kontenti që mësohet në kurrikulat shkollore është aq i vjetër sa është jo relevant më. Prandaj duhet të jetë diçka e cila përmirësohet në vazhdimsi. Përmendi edhe Emiri edhe ju në këtë rast që kryesisht ndoshta investimi është bërë tek profesionistët e fushës gazetarisë, ose tek studentët, ose tek të rinjt. Po a është e mjaftueshme kjo në këtë rast që t'investohet vetëm tek ta, sa i përket mësimit se çka është lajm i rrem ose dezinformat? Prindi im është 82 vjeçar, ka smartphone dhe gjithë ditën rrin me scroll në lajme të ndryshme dhe shpesh është viktim edhe ai i lajmeve të rreme, kryesisht gjatë fushatave për shkak të interesimit tyre edhe për politikën, edhe thotë a ndëgjove çka ka ndodhur. Dhe unë shpesh i them baba është lajm i rrem. Jo, po kanë internet aty, kanë internet. Do thotë se ajo është pak në moshë më të shtyer. A është e mjaftueshme për studentët dhe në këtë rast edhe studentët e gazetarisë, a janë të vetëdijshëm për dallu këtë? Ideja themelore e shkollimit për gazetarinë është pikërisht lufta ndaj të pavërtetave. Pse ka shkollat gazetarisë edhe pse ka kodifikim të gazetarisë profesionale, është për faktin se kjo bën dallimin me dezinformuesit. Unë mendoj që është zakonisht e rëndësishme për shikuesit edhe dëgjuesit e Radio Plusit në këtë situatë me bën një dallim. Te termi lajm i rrem është një shpikje geniale e politikanëve me fajsu gazetarët, sepse nuk ka lajm të rrem. Lajmi ose është i vërtet, ose është dezinformat. Lajmi e ka verifikimin si parim para publikimit. Dhe nëse nuk ka ndodhur ky hap, ai mund të jetë informacion, mund të jetë propagandë, mund të jetë çka do tjetër, por nuk është lajm nëse nuk ka ndodhur verifikimi para publikimit. Sepse është hap i detyrueshëm para publikimit në një redaksi lajmesh. Pra, ideja pse kanë shpik politikanët këtë termin lajm i rrem, sidomos vitin 2016, kur për herë parë Donald Trump është zgjedhur president Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë me sulmu kritikën që e kanë bërë mediat. Pra me delegitimu kritikën të cilën e ka bërë media ndaj tij. Dhe ky term pastaj ka fillu që vitin 2016 është fjala legalizohet me por është përdorur pastaj për një kohë edhe nga studiuesit, derisa ka studime që kanë vërtetuar që nuk mund t'i themi një gjatë tillë, është njëjtë, është oksimoron, sikur me thonë Bardha Aziz. Nuk mund me thonë.
lajmi ose është lajm ose është dezinformat. Nuk mund të qenë lajmi i rrem, po. Ideja është që në publik njihet kështu, dhe mund besoj që duhet ta përdorim për ta sqaruar te publiku çka në vërtet po mendoj me këto. Mendoj që duhet me i trajtu edhe disa çështje këtu, po nisim me shkollimit. Në Departamentin e Gazetatarisë lënda edukimit për media, që fokusohet specifikisht në këto çrregullime, jo vetëm në dezinformata, po edhe në tengopjen informative, edhe në framing, edhe në probleme tjera që shkakton komunikimi përmes medias, është një lëndë e cila ekziston në Departamentin e Gazetatarisë për vitin 2009. Domethënë kurrikulumi në vitin 2009 kur është akredituar, e kemi pas si lëndë zgjedhore në fillim. E kemi bërë lëndë obligative tashmë edukimin për media, por përtej saj kolegët e mi me kolegët e mi në Departamentin e Gazetatarisë nuk kemi ndodhur këtu. 2018 ne kemi licencuar një program me 32 orë trajnimi për mësimdhënësit e shkollave publike në Kosovë. Edhe kjo program është licencuar përmes Sindikatës së Arsimit, edhe i kemi trajnuar mbi 3000 mësimdhënës në gjithë Kosovën. Si departamenti i Gazetatarisë? Jo si departament, fakt ka qenë iniciativë e numrit më të madh të kolegëve të Departamentit të Gazetatarisë, me që nuk ka qenë institucionale me një nënshkrim kështu, por trajnerët kanë qenë shumica të Departamentit të Gazetatarisë, profesor Departamentit të Gazetatarisë. Unë për vete kam qenë prej vitis në Pej Kaçanikut, Mitrovic, në gjitha anët e Kosovës kam takuar mësimdhënës me idenë kryesore të trajtimit të këtyre problemeve. Muj me thonë që kemi mërri një nivel të vetëdijsimit, por shndrimin kryesor që duhet me bën këtu është Ministria e Arsimit. Ato që përmendja edhe Emiri më herët do ta diskutojmë këtu. Ka të dhëna, jo vetëm ato që janë nga organizata e Emirit, por shembull, të dhënat që lidhen me edukimin për media, Kosova dhe Maqedonia e Veriut të ndojnë vendin e fundit në Evropë, sa i përket shkallësive të edukimit për media. Vitin e kaluar për rezultate. Që është angazhimi pa mjaftueshëm këtë rast. Jo, angazhimi pa mjaftueshëm. Kjo kallëzon që në fakt na jemi shumë të cënueshëm kur e marrim parasysh elemente të tjera, shpërndarjen e internetit, edhe përdorimin e internetit. Sipas donave që unë kam bënë ulëmtim 2018 për studimin e doktoraturës, atëherë ka qenë 6 fish më shumë përdorimi i mediave sociale nga trit sesa në standardi ose mesatarja e Bashkimit Evropian. Tash kjo kallëzon që përdorimi është shumë i lartë, përgatitja edhe nga pikpamja e teksteve, edhe nga pikpamja e lëndëve zgjedhore që mbahen nuk janë uniforme, pra dikush e ka një lëndë zgjedhore, dikush e kryen shkollimin pa mësuar për media. A duhet jetë kjo edhe në profesione tjera, Alban, absolutisht po. Përveç jo tjetë bara vetëm me studentët gazetarisë, po edhe në profesione tjera. Kundra zi, unë mendoj që këto mund me bërë secili mësimdhënës që është në sistem publik para universitar. Klasë 5, klasë 9, klasë 4. Po jo vetëm kaq, jo vetëm në sistemin para universitar, por ndoshta se gjykimi më shumë formohet kur jemi student, kur jemi më të rritur. E qartë, po flasim për informacionet bazike, çka është media, ç'është funksionon, sepse edhe këto probleme bazike i hasin të dritë tonë, nëse pyesni. Edhe një element krejt bazik, dallimin e faktit për opinionit. Rezultatet e fundit të PISA-s, para 2 vite shkruan publiku, kanë kallëzuar që mesatarja në botë është që 1 në 9 fëmijë që matën, 15 vjeçar, mrin me dallu një fakt prej opinionit kur e lexon një përmbajtje. Dezinformatat e kanë një karakteristikë kryesore, që jepen gjysmë fakte dhe shumica e përmbajtjes tani është opinion. Në mënyrë që me ndru mendimin e tij në raport me një çështje që mund të qenë ekonomike, politike, çfarë do qoftë ajo. Tash, kur raporti 1/9 është mesatarja në botë e PISA-s, na jemi në fund listës, i bën që prafërsisht 1/27 në Kosovë mrin me dallu apo lexon fakt apo lexon opinion. 1 nga 27 persona. Proporcioni e thot kështu. Nëse jemi në fund listës të shteteve. Që i bën më tepër që na jemi vetëm konsumator pa ndonjë autokritik. Pa gjykim, kritik për përmbajtjen që e lexojmë. Kur e she Arben si formim ose si funksionim, kogja e organizume kjo pjesa e dezinformatës, kogja e sofistikume. Në këtë rast, këta e përmendën edhe Albania dhe Emiri që duhen ndoshta edhe Ministria e Arsimit me angazhum këtë rast që ketë një kurrikulum më ndryshe ose të përfshihet edhe kjo lanë tek shkollë tjetë obligative. Si OSBE keni pas kontakte me institucionet e tjera, ka nga dishmëri, keni ofruar mbështetje? Vitin tjetër, respektivisht në pranverë, dikon mars, nëse s'gaboj, bëhen saktësisht 10 vjet që kur kemi fillu bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit, fillet e para, për shkak se kjo është storje shumë e gjatë, do të mundohem të jem sa më konciz. Fillimi ka qenë që t'ju japim një
pasqyrë të asaj se pse është i rëndësishëm edukimi medial, si një koncept i ri për vetë ministrinë, ku kemi sjell ekspert, edhe profesor nga Universiteti i Prishtinës, edhe përfaqësues të institucioneve të mediave, shoqatave të gazetarëve, që t'jemi një grup, edhe t'jemi një grup sa ma homogen, në mënyrë që Ministria e Arsimit ta marrë atë rolin që i takon si ekzekutiv. Në këtë rast, qëllimi ka qenë që Ministria e Arsimit t'informohet sakt për edukim medial, edhe ta fut edukim medial në kurrikul. Që kjo ka ndodhë. Çka mungon implementimi. Do të thënë asnjëherë nuk është implementu ashtu siç duhen resurse shtesë të ketë secili institucion cilat kanë qenë arsyetimet kur keni supozoj arsyetimet kanë qenë pikërisht fillimi apo hovi, si të them, i mediave online, i portaleve online, rritja apo rreziku ndaj dezinformimit, rreziku ndaj çrregullimit informativ, hajtë s'po e quaj asun fake news, po pikërisht për ata se e kemi pa që vetëm trajnimi i gazetarëve në etikën e gazetarisë është i pamjaftueshëm dhe se tash një farë forme po transferohet apo po bartet përgjegjësia e verifikimit të burimeve të informacionit nga vetë konsumatori, jo ama vetëm nga gazetarët. Edhe pse supozimi është gjithmonë që gazetarët e kryjnë punën e vetë ashtu si duhet, profesionalisht, ashtu si që kryjnë punën e vetë, secilin në profesionin e tij, edhe mjeku, edhe inxhinieri, edhe sepse pasojat të gjithë i dim, pasojat e dezinformimit, në këtë rast nëse gazetari është shkaktari, apo pasojat e ndonjë objekte që mund të rënohet si rezultat apo si pasoj i mos kryerjes punës nga një inxhinier ndërtimtarisë, ashtu siç e kërkon profesioni. Kështu që në këtë aspekt, bara e cila i takon Ministrisë të Arsimit këtë rast që ta formalizoj edukimin medial në për shkolla që nga të them edhe qerdhet, shkollat cikli ulët, i mesëm, deri në shkollimin universitar, është Ministria edhe normal janë departamentet e arsimit në për komuna, të cilat duhet ta kenë rolin primar. Institucionet varëse që duhet të shkojnë në zbatjen. Dhe supozimi është që ekzistojnë edhe resurset materiale financiare që kjo punë lehtësisht mund të bëhet. Ndoshta ajo që mungon te ne është në profilizimi mësimdhënësve edhe në numër, në kuantitet, ndoshta nuk ka mjaftueshëm mësimdhënës të cilët mund ta ligjërojnë edukimin medial në shkolla. Kemi shumë student gazetarisë ose që kanë diplomë që mund. Mos harroj ta përmendet që këtu një rol shumë të rëndësishëm e luan edhe Fakulteti i Edukimit, mendoj që ata janë gjeneratori kryesor i mësimdhënësve të ardhshëm të edukimit medial. Fatkeqësisht atje nuk është. Sa jam i informuar, edukimi medial është në kurrikulën. Është lëndë zgjedhore edhe atje. Edhe aktualisht, domethënë në programet që i kanë në Universitetin e Prishtinës edhe universitete të tjera publike ku mësohet Fakulteti i Edukimit, domethënë lënda e edukimit për media, me të cilën shkatësi do duhet pajisë i mësimdhënësi i ri, është kryesisht zgjedhore dhe të qenë tillë pak jashtë fushës së tyre, shumica studentëve nuk e zgjedhin fare. Dhe nuk e ka atë interesimin, me qenë se është zgjedhore, nuk është e domosdoshme për suksesin atij studenti. E mira edhe e keqja podcasteve është që zgjasin shkurt. Do të thotë nuk janë emisione të gjata zakonisht kur si politika ata zonë që i ka, dhe na veç se kemi kaluar pjesën e parapam për këtë podcast, po për fund fare e mirë nga gjithë eksperjenca juaj përmendet pak që 3 musafirët si përgjegjëse ose si kupol të gjithë mekanizmit që duhet ndërmarrë diçka Ministrinë e Arsimit, po cilat mund kishin qenë nga ajo eksperiencë juaj 3 hapat domosdoshëm ose urgjent që duhet ndërmarrë këtë rast, qoftë nga institucionet, qoftë nga partnerët e tjerë, qoftë edhe nga palët e tjera, në mënyrë që ai 55% të mos dominoj aktualisht sa i përket perceptimit lajmeve. Po, dënjet është shumë problem ndalet ky cikël pa u vedisu fillimisht konsumus të lajmeve, konsumus të kontentin në internet, se çka është
fake news, dezinformata dhe keqinformata, kur e përdorim, është e vërtet që është oksimoron, pajton plotësisht, por nga njerë e përdorim si term për ta ilustru më letë dhe për ta kuptu dëgjust dhe personat me cilë flasim. Sepse është bo ma viral si term. Se më pas dezinformata dhe keqinformata dallojnë, edhe jo detyrimisht ata që nuk kanë njohuri bazike e kuptojnë dallimin mes tyre. E kjo është qëllimi i platformës ti njoftoj ata se cilat janë dallimet e si ti dallojnë. Kur flasim për dezinformatat dhe keqinformatat, konsumusët e kontentit në internet nuk din ta bëjnë gjë të tillë. Tash po bëhet gjithnjë edhe më e vështirë. E përmende rastin e prindit tënd i cili edhe shet diçka në internet, e lexon diçka në internet, hajde kur e lexon ndoshta edhe mund të ketë dyshime, por kur e sheh me video, edhe kur sidomos tash me inteligjencën artificiale po duken goxha, për ta është e pa konceptueshme se si mund të jetë diçka e tillë do të thotë jo reale. Deepfakes janë bërë jashtëzakonisht të përhapura kohëve të fundit, edhe shumë vështirë të dallueshme, do të thotë duhet tepër shumë koncentrim, e ne e dimë që nuk ka shumë koncentrim, do të thotë mesatarisht një njeri i kalon rreth 3 sekonda në një kontent. Jemi në epokën e fragmenteve, kështu, në marrjes të informacion. Për ta mbyllë këtë cikël duhet do thotë ti informojmë qytetarët. Për ta bërë një gjë të tillë, duhet që të ketë bashkëpunim mes shoqërisë civile e mediave, duhet të ketë mbështetje nga organizata ndërkombëtare, por kupola e gjithë kësaj pune është Ministria e Arsimit, qeveria e vendit, e cila duhet ta fusë përsëri po e potencoj si lëndë obligative në ciklin para universitar. Universitar ndoshta jo gjitha profilet kanë interesim të tillë, prandaj edhe nuk mund të jetë obligative për gjitha fakultetet në Kosovë, por cikli para universitar duhet ta ketë obligative këtë gjë. Kur I dim ne çështjet bazike, si dallohen dezinformatat, keqinformatat, si verifikojnë faktet, edhe si dallohen deepfakes, atëherë mund të presim që ne të kalojmë këtë sfidë. Të kemi mjetën në gjykimin tonë që... Deri atëherë ne mbesim duke tentuar, ne I targetojmë janimi 2003, cilë me shpresë atë njohuri e bartin edhe tek prindrit e vetë edhe tek vëllezërit e motrat, megjithatë është e pamjaftueshme. Ta kaploj gjithë shoqërinë duhet involvim direkt I institucioneve të vendit. Instanca më të lartë. Arben, pajtoni me gjithë këta që Absolutisht, mendoj që përveç kësaj, edhe kjo është diçka që do ta bëjmë të ardhmen, jo që se kemi bërë në të kaluarën, po do të jetë një prej targeteve tona edhe kujdestarët dhe prindrit, do të punojmë me prindërit, përveç target grupeve tjera, përgjatë viteve që kemi pas punëtori në për shkolla gjithandej Kosovës, kemi trajnu me qindra mësimdhënës njëjtë sikur Albani, si që përmendi, në bashkëpunim me organizata tjera jo qeveritare, në mënyrë që të gjithë ta kuptojnë rëndësinë e edukimit medial. Pra në këtë rast edhe prindrit e luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, të janë vetë të informuar edhe atë njohuri që e marrin prindërit trajnimit ta përcjellin tek fëmijët e tyre, sepse siç e thatë edhe ju, konsumimi I kontentit, po e quaj me një fjalë, është tepër I shpejtë, është dinamik tepër e madhe që secilin kontent ta verifikoj burimin e informacionit, a është I vërtet apo s'është I vërtet, është një luftë shumë e vështirë. Kur bën scroll 200-300 video gjatë ditës, një ri është e pamundshme. Në bazë të disa matjeve që I kemi bërë gjatë punëtorive me nxënës në për shkollat mesme kryesisht, qëndrimi I tyre në media sociale ka qenë, me thënë I lahtarshëm, me thënë përmi 12 orë gjatë një dite. E ka te kalu edhe 12 orë, që tash paramendoni çfarë volumi I kontentit. As Mark Zuckerbergu nuk rën kaq shumë që ka platformën e vet. Jo, ai veç fiton, Alvan, faleminderit. Nëse patë edhe po. Në fund ndoshta veç me bëni rezume shkurt, do të mundohem shumë shkurt. Te viti 2009 kur tham që lobojmë edhe avokojmë për edukimin për media, në Ministrinë e Arsimit janë ndruar disa ministra, disa zyrtar, po një diçka ka qenë konstante që s'ka ndryshuar.
rezistenca ndaj edukimit për media, edhe kjo më jep me kuptu që ndoshta kjo është ndëm politikanëve që gënjejnë, edhe kjo është arsyeja. Pse ata nuk dojnë me bëu edukimin medial lëndë obligative në shkollimin para universitar. Kjo do të ndihmonte njerëz që në brenda sistemit me i jap shkallësitë e nevojshme me gjyku për mbajtjen mediale, që nuk kupton edhe dezinformatat pas me i pranu. Akademia, universitetet do duhet punonin në kuptim të hulumtimeve shkencore në këtë drejtim, veç punojmë shumica prej kolegëve që jemi aty. Në departament gazetarisë është fjala, unë mendoj që gazetarët kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kur po flasim për gazetarët, po flasim për gazetarët e vërtet, jo ata që shihen si gazetar. Edhe roli i tyre duhet me qenë me rrit sa më shumë transparencën, kuptimin e autorësisë teksteve, impresumit, të dhënave të tjera udhëzuesve se si i bëjnë lajmet, që në mënyrë me bë dallimin me ata që nuk kanë qëllime gazetareske, nuk kanë qëllime të informimit. Edhe një pjesë të madhe të rolit mund me lujt organizatat jo qeveritare duke targetu grupet marginalizume të shoqëni që është mund me qenë të moshumit ose personat të cilët nuk janë në proces shkollimi në shkollat publike të na. Mendoj që kjo është dashme konë një qasje që ma gjithë përgjithse në raport në këtë. Sigurisht edhe prindrit unë mendoj që është një faktor tepër esencial edhe ju e përmendët gjithë musafirët këtu në studion e Radio Plusit gjatë këtij podcasti që ka disa institucione përgjegjëse në këtë rast dhe ka përpjekje të vazhdueshme nga gjitha palët prej vitesh. Urojmë që edhe ky podcast dhe ky emision këtë arritur efektin apo qëllimin që t'informohemi saktë se çka quajmë apo çka është dezinformat dhe nga çka mund të jemi të rrezikuar në këtë drejtim. Faleminderit shumë Alban, faleminderit shumë Arben dhe faleminderit shumë e mirë që ishit pjesë e këtij podcasti këtu në 102.2 FM.